Aktoria dhe ish banorja e Big Brother VIP Albania Olta Gixhari ka zbuluar përmes një sesioni pyetje-përgjigje në Instagram se po përgatitet për rikthim në ekran, por pa dhënë shumë detaje. Një ndjekse e pyeti nëse ka ndonjë projekt në televizion, film apo teatr, dhe përgjigja e saj la të kuptohet se surprizat janë afër. Jam duke punuar për 2 projekte, mezi presi ndaj me ju, por nuk është ende momenti, shkroi Olta Gixhari, duke ngjallur kurreshtje të ndjekësit për atë që pritet të vi. Pyetjet e tjera kishin lidhje me mëmsin, 2 djemt, të xhelozit mes tyre, si dhe në lidhje me peshën e saj, e cila pas lindjes duhet pranuar se duket në top form. Kjo deklarat vjen pas një periudhe në të cilën Olta ka qenë më e rezervuar për angazhimet e saj, ndërkohë që ndjekësit presin në rikthimin e saj në ndonjë projekt televiziv apo filmik. Megjithse aktoria nuk ka dhënë më shumë detaje, energjia dhe entuziazmi me të cilën e bëri postimin lën të kuptohet se bëhet fjalë për projekte të rëndësishme që do ta rikthejnë fuqishëm në qendër të vëmendjes. Kujtojmë se Olta ka qenë opinioniste në Big Brother VIP Kosova, mbase nuk i dihet. Mund ta shohim në koltukun e opinionistes së Big Brotherit të Shqipërisë.